Sezoni turistik veror në Bashkinë e Vlorës ka nisur më dobët se sa pritej, duke ngritur shqetësime tek operatorët turistik dhe bizneset që mbështeten tek fluksi pushuesve gjatë muajve të verës. Edhe pse jemi në mesin e muajit qershor dhe temperaturat e larta kanë krijuar kushte ideale për plazh, shumë zona bregdetare vazhdojnë të paraqesin një frekuentim të ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Situata nuk paraqitet problematike vetëm në plazhet e qytetit, por edhe në zonat bregdetare të njësive administrative, ku operatorët raportojnë mungesë të theksuar turistësh. Një ndër zonat ku kjo situatë është më e dukshme është plazhi i Drovorit, i cili në këtë periudhë të vitit duhej të ishte i mbushur me pushues vendas dhe të huaj. Në vend të kësaj, bizneset që operojnë në këtë zonë përballen me një numër shumë të kufizuar të klientëve. Operatorët turistik shprehen se sezoni ka nisur në mënyrën më të dobët se vitet e fundit. Sipas tyre, një pjesë e mirë e bizneseve kishin bërë përgatitjet që në muajin maj, duke investuar në sistemimin e ambienteve, shtimin e stafit dhe furnizimin me produkte dhe përpritshmëri të larta, por në fakt nuk ka ndodhur kështu. Ata theksojnë se zakonisht periudha maj-qershor ka qenë treguesi i parë i ecurisë së sezonit, ndërsa këtë vit rezervimet dhe frekuentimi kanë mbetur në nivele të ulta. Mungesa e turistëve po reflektohet drejt për drejt te të ardhurat e bizneseve, të cilat po përballen me shpenzime të konsiderueshme, por pa kthimin e pritshëm ekonomik. Ka nisur shumë dobët. Atë bëjmë apëtë me një tjetër që po si ka mundësi si vjetë, që po bërë si vjetë? Po vjetë, po vjetë hapa që në maj, edhe ditjave të si, po të studjelat po. Ka shikuar veti tani, veti. Edhe njës nuk ka që dhe në përnë, ndoshte u të thëmë edhe nga këto të arzia që përnë tani këto. Mendoni si u tjetë për sezonë, si është shikojmë atër kur na vjen emigrantë dhe vetëm ata na ngjecin nivelit. Kur vjen emigrantë, ku sa dhe ku shoqëri plazh. Shembull, po supoj domatja dhe speci, nuk vish ata. Kush e frekuenton këtë plazh më shumë? Këtu këtë plazh fillon që nga Levani, nga Vari Popi, nga ata pjesë e fshehtë. Pastaj komuna që me dy fshatra. Të Vllazën ose Daliban, Bifol, Një tjetër shqetësim i ngritur nga operatorët lidhet me faktin se aktualisht shpresat kryesore mbeten tek emigrantët shqiptar, të cilët tradicionalisht rikthehen në vendlindje gjatë muajve korrik dhe gusht. Sipas tyre, ardhja e emigrantëve mund të sjellë një gjallërim të përkohshëm të aktivitetit turistik dhe ekonomik në zonat bregdetare, por kjo nuk mjafton për të kompensuar mungesën e turistëve të huaj dhe të pushuesve vendas. Pastaj vin mblidhen deri në 15-20 korriku. 15-20 korriku pasaj vjen na një rreth gjatë. Ky është plazhi këtu. Po duket dobët. Për këtë ka nisur dobët. Un jam i përshëm në plazh këtu. Un në plazh këtu kam që 15-16 vjeç. Vjen në këp. Pastaj bleven komar, vjen me goma. Frekuentoj zona më shumë atëre? Atëre nuk frotoj kaq shumë se vini të tërë. Po gjithsesi un vija se edhe gjoja. Kam gjotur edhe gjoja akoma në këtë moment. Krahasuar me vitet e mëparshme, ka patur më shumë fluks vjetazëm në këtë kohë? Vjet kish më tepër. Vjet kish më tepër. Në këtë kohë vjet kish më tepër. Ky vjet e bëri lokalin që në maj themi, edhe kishte që në maj. Popullu ka një. Popullu ka. Nuk kemi për ekonomi se këtu me trasta vim tërë dhe shatisht. Unë e pare vim me trast. Ata me vetë magjire, raki me vetë jaraki në kemi të para. Ja, edhe ullit, ta qep sa ullit sa të jatë. Ndërkohë plazhet që në këtë periudhë të vitit duhet të ishin të mbushura me pushues, paraqiten me hapësira të lira dhe aktivitet të kufizuar. Në disa zona shezdonë dhe çadrat mbeten bosh për pjesën më të madhe të ditës, ndërsa bizneset e shërbimit presin me shpresë rritjen e fluksit në javët në vijim. Plazhi i Drovorit, njësinë administrative të Novoselës në Bashkinë e Vlorës, duket se ka nisur me një sezon të dobët turistik, ashtu si kundër edhe plazhet e tjera. Edhe pse jemi në muajin qershor, fluksi është shumë i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shpresat dhe optimizmi i njësive tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë plazh mbeten muajt në vijim me ardhjen e emigrantëve. Me fillimin zyrtar të sezonit turistik, tashmë bizneset mbeten në pritje të një përmirësimi të situatës. Për momentin panorama në terren mbetet larg pritshmërive, ndërsa shpresa më e madhe e operatorëve turistik është që korriku dhe gushti të sjellin fluksin e munguar të pushuesve dhe të shpëtojnë një sezon që deri më tani ka nisur me shumë vështirësi.